Emra Luka, një 16 vjeçar nga fshati Mlloje, bashkisë së VAUTD-s, po përballet me një sëmundje të rëndë që po i kufizon çdo aspekt të jetës. Ai vuan nga skolioza avancuar, një deformim i rënd i shtyllës kurrizore, i cili po i pengon lëvizjen dhe po i dëmton funksionet vitale. Për shkak të përkesimit të gjendjes, Emra nuk mund të vijojë më shkollën pasi nuk arrin të ngjithë shkallët e institucionit. Edhe aktivitetet e zakonshme të bashkëmoshatarëve, si daljet apo shoqërimi, janë bërë të pamundura. Sipas vlerësimeve mjekësore, ndërhyrja kirurgjikale është e domosdoshme dhe urgjente. Ajo nuk mund të kryhet në Shqipëri, ndërsa vetmja mundësi mbetet një operacion i specializuar në Turqi që kap një kosto prej 26.000 euro. Për familjen Luka, që jeton në kushte të vështira ekonomike, sigurimi i kësaj shume është i paarritshëm. Quhem Emra Luka, jam 16 vjeç dhe kam deformim shtyllës kurrizore. Ju lutem më ndihmoni se kam për të bërë një operacion jashtëti. Gjendja ekonomike nuk kam mirë. Mjekët paralajmërojnë se shtyrja e operacionit mund të sjellë pasoja të rënda, duke ndikuar në frymarrje, zemër dhe mushkëri, si dhe në të gjithë sistemin muskulor dhe skeletor. Për të mbledhur fondet e nevojshme, është hapur një fushat online ku kushdo që dëshiron të kontribuojë mund të ndihmojë përmes linkut në GoFundMe.